në salë. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në salë janë të pranishëm 119 deputet. Vazhdojmë pra me punimet e seancës konstitutive të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës Kosovës, filluar me 15 prill 2025, vazhduar me 17, me 19, me 21 dhe me 25. Prill 2025. Mua nuk më takon ta imponoj votimin, por do t'ishte mirë të ketë mirë kuptim që ta zhbllokojmë këtë situatë, se vërtet qytetarët po presin që të krijohen institucionet e Kosovës, Republikës Kosovës. Procedojmë pra me pikën e 3 të rendit të ditës, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Të nderuar deputet, në vazhdimet e seancës konstitutive me 19 dhe 23 prill 2025, kandidatja për kryetare të Kuvendit, deputetja Albulena Haxhiu, e propozuar nga subjekti lëvizja vetëvendosje, nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj kandidatin për kryetare të Kuvendit, ose kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nderuar i kryesues, të nderuar kolegë deputet, ne sërish e bëjmë propozimin e njëjtë, pra emri ynë i vetëm është Albulena Haxhiu për kryetarët të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ju kërkoj mirëkuptimin e juaj që të kontribuoni zhbllokimit të kësaj situate në cilën kemi mbetur, ashtu që të mund të kalojmë në faza të tjera dhe të zgjedhjes së nënkretarëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Faleminderit. Jo kujtoj sërish se për zgjedhjen e kryetarit ose kryetarës, në këtë rast kryetarës së Kuvendit të Kosovës, duhet spaku t'jenë 61 vota për. Kandidatja pra për kryetare të Kuvendit të Kosovës është Albulena Haxhiu. Ju lutem në salë pra qenë kemi 118 deputet dhe mund të vazhdojmë me votim.
Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidatën e propozuar për kryetare të kuvendit deputetën Albolin Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Sërish kemi rezultatin për 57 vota, 27 janë kundër, kemi edhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, kandidatja nuk votohet dhe detyrohemi ta ndërpresim seancën. 27 prill, sërish në ora 10, shihemi përsëri. Ditën e mirë.